për Shqipërinë dhe ngelet tjetë PD-ja. Këtë do të donte, ky është skenari ideal i Partisë Demokratike. Problemi është që sigurisht që evropianë nuk e bëjnë këtë gjë. Jo sepse nuk janë këto probleme reale dhe ekzistente, por sepse në fund të ditës, prandaj bëra pyetjen çfarë interes ka si thua integrimi i Shqipërisë për BE-n. Në fund të ditës integrimi është një vendim politik, është edhe gjeopolitik. I kujt? I Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian, pra në radhë parë është politik për efektin që do ketë integrimi i Shqipërisë, që dhe i Malit Zi, në shtetet një nga një, në Gjermani, në Francë, në atë që është duke ndodhur, është dhe gjeopolitik, pra në kontekstin e më të gjerë. Nuk do të harruar që kancelari Merz është një pozitë shumë të vështirë në raport me rritjen e ekstremit të djathtë në Gjermani. E njëjta gjë edhe për Macronin, e njëjta gjë edhe vende të tjera të BE-s, pra dhe është një situatë e cila, si thua, bën që peshorja të varjojë jo dhe aq për reformat që bën Shqipëria, por për interesin e vendeve të caktuara, si më thënë. Dhe këtë duhet ta kuptojmë qartë dhe ne shqiptarët, se themi, a është ky çështja Balluku një hallk, një kusht i panegociueshëm, apo pse ishte çështja në Kroaci dhe s'është çështja Balluku? Por është thjesht sepse është situatë tjetër, është situatë ndryshme. Sepse që Balluku i ka bërë 100 Shqipërisë dhe që duhet të jenë bukë këtë se diskuton asnjë shqiptar, tamam. Le se çfarë themi për studio. Por ama, a përbën ky problem për integrimin e Shqipërisë varet nga situata gjeopolitike. Okej. Ke diçka se duhet t'jap Krishnikut? Po, të lutem. M'fali zoti Spaju, me gjithë respekt. Tani të lutem, duhet marrë një parantezë përpara se të fillonte deputeti në pjesën e procesit të integrimit. Jo, që ne jemi mësuar që vetëm vim dhe flasim në për media televizive, e kemi bërë fakt në këtë gjë, më kupton? Por e di nga ndryshojmë ne, sepse nga të folurit në të bërin, është një hap i largë, një mal i largë, një lum i largë. Tani unë për zotin deputet, nuk e di me thënë drejtën, çfarë akti dhe propozimi ka bërë zoti Muci si përfaqësues i partisë lëvizjes të tij në Parlamentin e Shqipërisë. Në dinin time, në ata që unë shikoj në komisione, nuk di që të ketë bërë asnjë akt propozimi. Na si unë antari i Këshillit Bashkiak Partisë Socialiste, antari i Këshillit Bashkiak, që është vetëm një mandat, pra është vetëm një person i partisë të tyre, një akt nuk e kanë sjellë në Këshillin Bashkiak. Një akt. Këta janë vetëm populizëm. Po jo, kjo është fakti. Jo, kjo është fakti. Kemi ndërmarrë një fushat. Para se dalësh të flasësh. Do proponojmë një 16 ligje në Parlamentin e Shqipërisë. Prodhoni akte në shtëpi të shqiptarëve. Aftyrja nuk e bëni. Jam mohabet e kot. Nuk merremi me thelbin e gjës, merremi me aktet. Edhe unë kam bërë 102, më fal. Unë kam bërë 102 akte, nga 102 akte më janë miratuar 33 Këshillin Bashkiak. Nuk janë miratuar të tjera. Më janë rrëzuar. Juve nuk bëni asnjë akt, dhe vini, flisni dhe na bëni sikur bëni çuditën e madhe. Okej, shkëpute pak te Spaju. Spaju, kthehemi pak tek mesazhi i Berishës. Çfarë po thot Berisha?